Dita e 8 e leximit të Biblës, Zanafilla 15-16, Psalmi 18, Mateu 6, rreshti 19 deri në 34. Zanafilla 15. Mbas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abrahamit në vegim duke i thënë: Mos ki frik, Abraham. Unë jam buroja jote dhe shpërblimi yt. Do të jetë shumë i madh. Po Abrahami i tha: Zot Perëndi, çfarë do të më japësh sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Eliezeri i Damaskut. Pastaj Abrahami shtoi këto fjalë: Ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhës, dhe ja, një i lindur në shtëpinë time nuk do të jetë trashëgimtari im. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke i thënë: Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga të përbrendshmet e tua do të jetë trashëgimtari yt. Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh. Pastaj shtoi: Kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu. Dhe ai i besoi Zotit dhe që ja vuri në llogari të drejtësisë. Pastaj Zoti i tha: Unë jam Zoti që të nxorri nga Uri i Kaldeasve, për të ta lënë si trashëgimi këtë vend. Dhe Abrahami pyeti: Zot Perëndi, nga mund ta di unë që do të kem një trashëgim? Do të kem si trashëgim? Atëherë Zoti i tha: Sill një mëshqer 3 vjeçare, një dhi 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një pëllum të ri. Atëherë Abrahami shpuri tërë këto kafsh, i ndau më dysh dhe vendosi secilin gjysmë përballë tjetrës, por zogjtë nuk i ndau. Dhe disa zogjë grabitçar zbritën mbi kafshët e vrara, por Abrahami i përzuri. Me perëndimin e diellit, një gjumë i rëndë zuri Abrahamin, dhe ja një llahtari dhe një rësirë e therrë lekapluan atë. Atëherë Zoti i tha Abrahamit: Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si tu huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë sklevër dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por unë do ta gjykoj kombin shërbyesit i të cilit do të kenë qenë, pas kësaj ata do të dalin me pasuri të mëdha. Sa për ty, do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Por në brezin e 4 ata do të kthehen këtu, sepse padrejtësia e Amorenjve s'ka arritur ende kulmin. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur e rësira, na del para syve një furrë që nxjerr tym dhe një pishtar i zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndarë. Po atë ditë, Zoti bëri një beslidhje me Abrahamin duke i thënë: Unë u jap pasardhësve të tu këtë vend, nga përroji i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Ufratit, Kenejt, Kenizejt, Kadmonejt, Hitejt, Pezejt, Refejt, Amonejt, Kananejt, Girgazejt dhe Jebusejt. Kapitulli 16. Por Saraj, gruaja e Abrahamit, nuk i kishte dhënë asnjë fëmijë. Ajo kishte një shërbyese egjiptase që quhej Agar. Kështu Saraj i tha Abrahamit: Ja, Zoti më ka ndaluar të kem fëmijë. O, futu te shërbyesja ime, ndoshta mund të kem fëmijë prej saj. Dhe Abrahami dëgjoi zërin e Saraj. Kështu pra Saraj, gruaja e Abrahamit, mbasi ky i fundit kishte banuar 10 vjet në vendin e Kanejnve, mori shërbyesen e saj Agarin egjiptasen dhe ja dha grua burrit të saj Abrahamit. Dhe ai u fut tek Agari, ajo mbeti me barr, dhe kur u bind se kishte mbetur me barr, ajo e shikoi me përbuzje zonjën e saj. Atëherë Saraj i tha Abrahamit: Përgjegjësia për fyrin që mu bele të bjerë mbi ty. Kam qenë unë që të hodha në krahët e shërbyeses sime, por që kur e mori vesh që është me barr, ajo më shikon me përbuzje. Zoti le të jetë gjykatës midis meje dhe teje. Abrahami u përgjigj Sarajt: Ja, shërbyesja jote është në dorën tënde, bëj me të ç'të duash. Atëherë Saraj e trajtoi në mënyrë të ashpër dhe ajo iku nga prania e saj. Por engjëlli i Zotit e gjeti pranë një burimi ujë në shkretë të tir, pranë burimit në rrugën e Shurit. Dhe i tha: Agar, shërbyesja e Saras, nga vjen dhe ku po shkon? Ajo u përgjigj: Po iki nga prania e zonjës sime Saraj. Atëherë engjëlli i Zotit i tha: Ktheu tek zonja jote dhe nënshtroju autoritetit të saj. Pastaj engjëlli i Zotit shtoi: Unë do t'i shumëzoj fort pasardhësit e tu, aq sa të mos mund të llogariten për shkak të numrit të tyre të madh. Engjëlli i Zotit i tha akoma: Ja,
ti je me barë dhe do të lindësh një djalë, dhe do ta quash Ismael, sepse Zoti mori parasysh i dhërimin tënd. Ai do të jetë ndërmjet njerëzve si një gomar i egër. Dora e tij do të jetë kundër të gjithëve dhe dora e të gjithëve kundër tij, dhe do të banojë në pranitë të gjithë vëllezërve të tij. Atëherë Agari thirrri emrin e Zotit që e kishte folur, ti je El Rohi, sepse tha ai e pash me të vërtet atë që më shikon. Prandaj ai pus u quajt pusi i Lahai Rohi. Ja, ai ndodhet midis Kadeshit dhe Beredit. Kështu Agari i lindi një djalë Abrahamit dhe Abrami i vuri djalit që Agari kishte lindur emrin Ismael. Abrami ishte 86 vjeç kur Agari lindi Ismaelin për Abramin. Vazhdojmë me psalmin 18. Të dua o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, perëndia im, shkëmbi im ku gjej stre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime lart. Unë i kërkoj ndihmë Zotit që është i denjë për t'u lavdëruar, dhe kështu shpëtoj nga armiqtë e mi. Dhembje vdekje më kishin pushtuar dhe përrej njerëzit të kopshëm më kishin rrethuar. Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjes më rrinin përpara. Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndis tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij në veshët e tij. Atëherë dheu u trondit dhe u drodh, edhe themelet e maleve luajtën dhe ranë, sepse ai ishte zëmruar shumë. Një tym dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatërimi dilte nga goja e tij. Nga ai shpërthej një thëngjinj. Ai uli qejtë dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij. I kishte hipur një kerubini dhe fluturonte shpejt mbi krahët e erës. Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe i shatorte, dhe si shatore rreth vetes kishte vënë errësirën e ujrave dhe rrete dendura të qiellit. Nga shkëlqimi që i paraprinte dilni re të dendura, breshër dhe thëngjinj. Zoti gjëmoi në qiejt dhe shumë i lartë i beri që të dëgjohet zëri i tij me breshër dhe me thëngjinj. Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqt, lëshoi një numër të madh rrufesh dhe i bëri të ikin me vrap. Në qortimin tënd o Zot, në shfryrjen e erës nga flegrat e tua, shtretrit e lumenjve u dukën dhe themelet e botës u zbuluan. Ai nga lart shtriu dorën, më mori dhe më nxori jashtë ujrave të shumta. Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë. Ata u vërsulën kundër meje ditën e fatkeqësisë time, por Zoti mbajti anën time. Dhe më nxori jashtë larg, më çliroi sepse më do. Zoti më ka shpërblyer sipas drejtësisë time, më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia, sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im, sepse kam mbajtur para meje tër ligjet e tij dhe nuk u jam shmangur statuteve të tij. Kam qenë i ndershëm me të dhe jam ruajtur pa udhësisë, sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë sime, sipas pastërtisë së duarve të mia përpara syve të tij. Ti tregohesh i dhimbshëm ndaj njeriut besimtar dhe i drejt me njeriun e drejt. Ti tregohesh i pastër me atë që është i pastër dhe dinak me të ligun, sepse ti je ai që shpëton njerëzit e pikëlluar dhe ul syt që janë krenar. Ti je në fakt je ai që bën të shkëlqej llampën time. O Zot Perëndia im, ti ndritshon errësirën time, sepse me ty mund të sulmoj një aradhe, me Perëndin tim mund të kërcej mbi një mur. Rruga e Perëndisë është e përsosur, fjala e Zotit është e pastruar me anë të zjarrit. Ai është mburoja e të gjithë atyre që gjejnë stre tek ai. Në fakt, kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjell përveç Perëndis tim? Perëndia është ai që më rrethon me forcë dhe që e bën jetën time të përsosur. Ai bën këmbët e mia të ngjashme me ato të sutave dhe më bën të fortë në vendet e mia të larta. Ai mëson duart e mia për betejë dhe me krahët e mi mund të nder një ark prej bakri. Ti më ke dhënë gjithashtu mburojën e shpëtimit tënd. Dora jote e djathtë më ka mbajtur dhe mirësia jote më ka bërë të madh. Ti ke zgjeruar hapat e mi në veten time dhe këmbët e mia nuk janë penguar. I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur, nuk jam kthyer prapa para se t'i shkatroj. I kam goditur vazhdimisht dhe ata nuk kanë mundur të ngrihen përsëri. Ata kanë rënë në këmbët e mia.
Ti më ke dhënë forcë për betejën, nuk ke bërë të përulen ata që ngriheshin kundër meje, dhe ke bërë të përuleshin. Ti ke bërë të kthejnë kurrizin tërë armiqtë e mi, dhe unë kam shkatëruar ata që më urrenin. Ata klithën, por nuk pati njeri që t'i shpëtonte. Ata i klithën Zotit, por ai nuk u dha përgjigje. I kam shkelur derisa i bëra si pluri para erës. I kam fshirë si balta e rrugëve. Ti më ke çliruar nga grindjet e popullit, ti më ke bërë udhëheqës të kombeve, një popull që nuk e njihja më ka shërbyer. Me të dëgjuar emrin tim, ata me të dëgjuar mu bindën të huajt, mu nënshtruan, të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e tyre. Roftë Zoti, qoftë e bekuar kështjella ime, dhe e lëvduar qoftë Perëndia i shpëtimit tim. Ai është Perëndia që akmerret për mua dhe që më nënshtron popujt. Ai më çliron nga armiqtë e mi, ai më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çliron nga njeriu që përdor dhunën. Prandaj o Zot, unë do ta gremtoj midis kombeve emrin tënd me këngë. Çlirime të mëdha i jep mbretit të tij dhe tregohet dashamirës me Davidin, të vajosturin e tij dhe me fisin e tij për jetë. Mateu 6, duke filluar nga rreshti 19. Mos mblithni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku brejtësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi, mblithni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj do t'jetë edhe zëmra juaj. Drita e trupit është syri. Nëse syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do t'jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i lig, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Nëse drita pra, që është në ty, është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira? Askush nuk mund të shërbejë dy zotrive. Sepse ose do të urrej njërin dhe do të doj tjetrin, ose do t'i qëndroj besnik njërit dhe do të përçmoj tjetrin. Ju nuk mund t'i shërbeni Perëndis dhe Mamonit. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është valljeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja? Vini re zogjtë e qiellit. Ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në ambare. Megjithatë, ati juaj qiellor i ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se ata? Dhe cili nga ju, me gjithë kujdesin e tij, mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë edhe një kubik të vetëm. Pse shqetësoheni për veten tuaj? Vini re si rriten zambakët e fushës. Ata nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe unë pra, po ju them, se Salomoni vetë me gjithë lavdin e tij nuk ishte veshur si ndonjë nga ata. Tani nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furr, vallë, nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra, duke thënë çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose me çfarë do të vishemi, sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qiellor pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto. Por para së gjithas, kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Mos u brengosni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për veten e saj. Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet. Sot lexuam Zanafilla 15, 16, Psalmin 18, Mateu 6, nga rreshti 19 deri në rreshtin 34. Kjo ishte dita e 8.